Rreshjet intensive të shiut gjatë martës kanë shkaktuar probleme të shumta në disa zona të vendit, duke detyruar ndërhyrje të shpejtë të autoriteteve dhe evakuimin e familjeve të prekura. Në fshatin Zejman të Lezhës, një familje me 5 anëtar u evakua pasi banesa e tyre u përmbyt plotësisht nga 2 përrej malor. Familja aktualisht është strehuar në konfliktin e qytetit, ndërkohë që ekipet e emergjencave monitorojnë situatën për të parandaluar rreziqet më tejshme. Në Mirdit, njësinë administrative Fan, Shembja e Dheut dhe rrugët ka bllokuar 2 fshatra, duke krijuar vështirësi në qarkullimin e banorëve. Po ashtu, disa ura janë dëmtuar duke vështirësuar qasje në zonat më të thella malore. Disa zona vijojnë të jenë pa energji elektrike, ndërsa ekipet e operatorëve po punojnë për vendosjen e furnizimit. Në Shkodër, segmenti Ndërlysaj Breglumi mbetet i bllokuar, ndërsa segmenti Theth Ndërlysaj është bllokuar dhe qarkullimi është rikthyer. Në qarkun e Durrësit, situata në njësinë administrative Suk, Katundiri dhe Ishëm po normalizohet gradualisht. Në Gjirokastër, problematik vazhdon të jetë segmenti rrugor Gjirokastër Tepelen, ndërsa në Elbasan punimet për pastrimin e inerteve në segmentin Elbasan Peqin në vendin e quajtur Murrac po vijojnë pa ndërprerje. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile njofton se është në terren dhe në gatishmëri me të gjitha ekipet e emergjencave për të përballuar çdo situatë që mund të lind nga rreshtet e shiut dhe për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve.